Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković zhvilloi një takim me përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane dhe institucioneve evropiane në Bruksel dhe me atë rast duri në dukje pasojat e zbatimit të mundshme të ligjit për automjetet dhe ligjit për të huajt dhe domosdoshmërinë e ruajtjes së institucioneve serbe në Kosovë, shëndetësinë, arsimin dhe universitetin. Ai tha se çdo mbyllje ose vënie në pikpyetje e funksionimit të institucioneve të Serbisë në Kosovë është absolutisht e papranueshme. Pas takimit, Petković theksoi se u diskutua situata në Kosovë veçanërisht në pikpamjen e vendimeve dhe njoftimin e Prishtinës se nga 15 marsi do të fillojë zbatimi, siç tha ai, i një ligji shumë të dëmshëm. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić theksoi se është i shqetësuar për anulimin e disa masave të Bashkimit Evropian ndaj qeverisë Albin Kurtit, sepse kjo mund të interpretohet në Prishtinë si një sinjal se gjithçka që po bën është në rregull. Đurić tha në emisionin Dan na Dan se nuk e kupton se çfarë justifikoi dhe pse qeveria Kurtit meritoi një gjë të tillë në kushtet në të cilat ai po shtrëngon lëvizjet e saj, veçanërisht në kushtet në të cilat përsekuton kryesisht serbët, por edhe komunitetet e tjera pakic. Ministri Đurić deklaroi gjithashtu se Serbia është e para që filloi fluturime të evakuimit nga vendet e prekura në konfliktin midis Amerikës dhe Izraelit me Iranin me qëllim të largimit të qytetarëve të saj nga ato territore si dhe qytetarët e vendeve të rajonit. Kryetari i komunës së Mitrovicës të Veriut Mila Radojević në një deklaratë në gjykatën themelore në Mitrovicën e Jugut lidhur me procedurën e nisur për shkak të përpjekjes për të vendosur një banderol në ditën e Krishtlindjeve, Radojević më pas deklaroi se procedura nuk po zhvillohet kundër personalisht tij, por kundër komunës së Mitrovicës së Veriut. Procedura i nisua për shkak të një përpjekje për të vendosur një banderol para Krishtlindjeve, të cilën përfaqësuesit e listës serbe bazuar në vendimin e Radojevićit kishin ndërmend ta vendosin në qendër të Mitrovicës së Veriut. Policia më pas nuk lejoi ngritjen e banderolës, pas së cilës u inicua procedurë për, siç u tha, mosbindje ndaj urdhrit të një zyrtari. Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Avi Orav, dhe kryetari i komunës së Zveçanit, Dragisha Milović, zyrtarisht hapen palestrën sportive në fshatin Zhitkovac. Milović tha, fal fondeve të Bashkimit Evropian, atletet e ri të komunës së Zveçanit po marrin atë sallë në përdorim për sport dhe rekreacion dhe do të jetë një qendër e re grumbullimi për të rinjët pas përfundimit të pjesës zyrtare të programit. Orav nuk deshi të përgjigjej pyetjeve të gazetarëve në lidhje me zbatimin e ligjit për të huajt dhe automjetet, fillimi të cilit u njoftua për 15 mars, duke thënë se ai ishte këtu sot për të hapur një sallë të re sportive. Në prag të seancës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, mediat e Prishtinës raportojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po takohet përsëri me krerët e PDK-s dhe LDK-s, Bedri Hamzën dhe Lumir Abdigjiku në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Gjithashtu grupet parlamentare të Lëvizjes Vetëvendosja dhe Partisë Demokratike të Kosovës takohen veçmas, edhe pse u spekulua se kandidati i Vetëvendosjes për president mund të jetë Glau Konjufca. Gazeta Ekspres njoftoi se kandidati mund të jetë Andin Hoti, sepse Konjufca dyshohet se nuk e ka pranuar kandidaturën. Gjithashtu në mediat u njoftua se seanca për zgjedhjen e presidentit mund të thirret në mbrëmje, por se kjo nuk është konfirmuar deri në përfundim të këtij lajmi. Ish-ministri i Drejtësisë i Kosovës Blerim Sallahu beson se zgjedhja e presidentit ka shumë të ngjartë dhe të pezullohet dhe se çështja do të dërgohet gjykatës kushtetuese për interpretim kur të fillojë votimi dhe të tregohet se nuk ka 80 deputet në sallë.
Aleksandar Mitić nga Instituti i Beogradit për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare tha për Kosovë Online se nëse Vjosa Osmani nuk rizgjidhet presidente e Kosovës, ajo sigurisht që ka një perspektivë shumë të qartë mbi skenën politike në Prishtinë dhe se ajo llogaritet kryesisht në Washington dhe në deri diku në Bruksel. Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerësoi se Vjosa Osmani sigurisht që nuk do të largohet nga politika, por se ajo do të vazhdojë të jetë një pjesë e rëndësishme e skenës politike të Kosovës pavarësisht se në çfarë forme. Mendoj se ajo do të jetë një aktere e rëndësishme sepse votuesit i pëlqejnë ajo, theksoi Muhaxhiri. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe shi në pjesën më të madhe të Serbisë, temperatura mëngjesit nga 4 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 15 në veri të Serbisë. Në ditët në vijim mot me diell dhe i ngrohtë dhe mjegull, temperatura do të jetë rreth 15 gradë Celsius.